Përshëndetje të dashur ndjekës, sot do ju prezantoj një recetë që është super e lehtë në përgatitje dhe ka shumë proteina përsipër. Unë kam marrë një tenxhere dhe I kam vendosur vaj në ulliri, pas kam bërë një qep imët dhe e kam skuqur derisa është zbutur. I hodha një karrot duke ndarë në copa të vogla, gjithashtu dhe një deg selino. I vendosa që të skuqen, I vendosa dhe pak salcë, 2-3 lugë salcë dhe më pas I përzjeva derisa ato u bën në një formë salce. Më pas e mbylla me kapak dhe I lash skuqen dhe për pak minuta. Më pas vjen momenti që do hedhim qishret. Unë qishret I lash gjithë natën në ujë derisa ato u bën të mbëdhaja dhe më pas I vendosa ujë të nxehtë dhe dafinën dhe piperin. Gjithashtu I hodha dhe lëngun e pulës, nëse keni në shtëpi përdoreni, nëse jo bëheni vetëm me ujë. I vendosa dhe krip dhe I lash të zihen derisa u zbutën. Kjo mori rreth 1-2 orë sepse këto qishret janë si fasulet që duan pak kohë të zihen. Gjellën me qishra që përgatitëm do I hedhim sipër ujë sepse në të do zim makaronat. Unë mora nga këto makaronat pene, për ju zgjidhni formën që dëshironi. Më besoni, kjo është një recetë fantastike. Unë e përgatita në drejt sepse ka një balancim mes karbohidrateve, proteinës, perimeve, të gjitha të mirat. I vendosa të gjithë pakon e makaronave dhe I mbulova me ujë derisa ato u mbuluan të gjitha. I lash të zihen dhe I vendosa kapakun përsipër dhe mundohuni të përzjeni her pas here sepse ngjisin në fund. Unë I lash deri në momentin që ato kishin dhe pak lëng, sepse kështu më pëlqejnë të lëngshme, por ju bëjeni si të doni. Një shije që të shtë-hash, nuk besoj se e keni provuar ndonjëherë këtë recetë. Nëse doni të kurseni kohë me qishret, mund t'i vendosni edhe në tenxhere presion, më pas t'i përdorni për salcën e makaronave. Shpresoj ta provoni këtë recetë dhe të më falenderoni në fund, por gjithashtu falenderimi juaj vlen me një subscribe sepse për mua është shumë, për ju nuk kushton asgjë. Faleminderit.